Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me uthull molle që zhduk rrudhat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Nëse ju mundojnë problemet me lëkurën, si për shembull sukrepi, inflamacioni, akne dhe porët e zgjeruara, uthulla e mollës është zgjidhja ideale. Uthulla e mollës mundet që të përmirësoj nivelin e pH-it të lëkurës tuaj duke parandaluar paraqitjen e puçrave dhe mbylljen e porëve, duke bërë që lëkura juaj as të mos tahet dhe as të ketë tepër yndyrë. Uthulla e mollës do të përmirësojë njëkohësisht ngjyrën dhe gjendjen e lëkurës, madje ajo mund të nxjisë qarkullimin e gjakut në kapilarët e vegjël, të cilët janë përgjegjës për rrjedhjen e materieve ushqyese në lëkurë. Ndërkohë, sipas informacioneve, mund të nxjisë qarkullimin e gjakut në kapilarët e vegjël, të cilët janë përgjegjës për rrjedhjen e materieve ushqyese në lëkurë. Do të mënjanoj bakteret e dëmshme dhe qelizat e vdekura të lëkurës. Përmbajtja e sulfurit do ta reduktojë dukshmërinë e rrudhave dhe njollave të plakjes. Gjithashtu do të ndihmojë edhe në mënjanimin e shtresave dhjamore në sipërfaqe të lëkurës dhe sigurisht të reduktojë dukshëm ashpërsimin e saj. Si ta përdorni? Si një toner natyror, përzieni 1/3 e uthullës të mollës me 2/3 ujë dhe tundeni mirë. Vendoseni në fytyrën e pastër me një copë pambuku dhe pasi që të thahet lëkura, vendoseni kremin e rëndomt hidratues. Ardhja e verës shoqërohet me shumë probleme të lëkurës. Nxehtësia e diellit është tepër e ashpër në lëkurë dhe ajo shkakton probleme si djegje, akne, njolla dhe infeksione të tjera. Kurat dhe trajtimet e këtyre problemeve janë me të vërtetë të shumta, por njërin prej tyre ju do ta gjeni pikërisht në shtëpinë tuaj. Bëhet fjalë për uthullën e mollës, e cila ofron përfitime për shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës është e pasur me disa acide të mira për lëkurën, por njëkohësisht edhe për vitamina, enzima, kripra minerale. Në këtë video ju do të mësoni se si të përdorni uthullën e mollës për të mirën e lëkurës. Aknet dhe puçrat. Uthulla e mollës njëkohësisht është shumë e mirë kundër puçrave kryeneçe. Ajo lufton bakteret dhe njëkohësisht mykun, por edhe pastron lëkurën tuaj nga yndyra dhe pluhuri. Përzieni uthull molle të pafiltruar me ujë dhe më pas lajini fytyrën tuaj me të duke përdorur një pambuk. Pas 10 minutash, lajini fytyrën tuaj me ujë të vakët, të djegurat nga dielli. Përzieni gjysmë filxhani me uthull molle me 4 filxhan ujë. Fusni në një enë një nap të pastër dhe me të më pas lyeni zonat e djegura të lëkurës. Heqja e qelizave të vdekura. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe për heqjen e qelizave të vdekura. Mjafton që ju të tresni pak uthull molle në një vask të mbushur me ujë të ngrohtë, ku duhet të qëndroni për të paktën 20 minuta. Tonifikim i lëkurës. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se uthulla e mollës ka një efekt shtrëngues për lëkurën dhe i bën mirë asaj të yndyrshmes. Ekspertët këshillojnë të përzieni pak uthull me ujë dhe në të shtoni edhe disa pika vaj esencial të preferuar. Lyeni pambukun në këtë tretësirë dhe aplikojeni në fytyrë dhe më pas shpëlajeni me ujë. Këtë trajtim mundet ta përdorni 1 ose 2 herë në ditë. Kundër njollave dhe rrudhave. Acidet të cilat gjenden pikërisht tek uthulla e bëjnë shumë të mirë luftimin e njollave të moshës dhe minimizimin e rrudhave. Ju mund të lyeni një pambuk me pak uthull molle dhe ta vendosni atë direkt mbi rrudha.
Pas 20 minutash mund ta shpëlani fytyrën me ujë të freskët. Ky trajtim duhet bërë 2 herë në ditë për 6 javë. Ndërkohë, uthulla e mollës është një produkt organik mjaft i njohur për përdorimet e saj. Atë ju mund ta përgatisni vetë në shtëpi dhe të përfitoni për shëndetin e organizmit, flokëve dhe sigurisht lëkurës për të cilën ne do të flasim në vazhdim të kësaj video. Vetit pastruese të këtij produkti sigurisht që bëjnë mrekulli në zonën ku veprojnë duke e lënë atë të pastër dhe të butë. Për shkak të përqendrimit të madh të antioksidantëve, ky produkt do ta bëjë fytyrën tuaj rrezëllitëse. Do ta ndjeni më të pastër dhe njëkohësisht të butë. Gjithashtu largon edhe yndyrën e tepërt, parandalon aknet, infeksione dhe largon shenjat e padëshiruara. Ka veti të mëdha antibakteriale ndaj këshillohet të përdoret në çdo fytyrë dhe sidomos tek ato të cilat përballen shpesh me pluhurin apo faktorë të tjerë që e stresojnë lëkurën. Uthulla mbi lëkurë mund të funksionojë mjaft mirë edhe si një tonik natyral duke mbyllur poret e zgjeruara, duke zbehur shenjat e moshës. Këtu ju do të mësoni gjithçka që duhet të dini për përdorimin e uthullës së mollës në fytyrën tuaj. Ky trajtim është një nga më të thjeshtë që ju do të provoni dhe më efikasët. Çfarë ju duhet për përgatitjen? Ju duhet 75 ml uthull molle, 250 ml ujë i ftohtë. Si fillim, duhet të siguroheni që uthulla e mollës të jetë 100% natyrale, pasi vetit e saj mbi lëkurë do të jenë akoma dhe më të thella. Më pas, vazhdoni me trajtimin. Përzini uthull molle me ujë në një enë dhe çdo darkë pasi të lani fytyrën, spërkateni në fund me uthullën e mollës. Është e rëndësishme që uthullën ta përzini gjithnjë me ujë për të ulur pak aciditetin dhe aromën e saj. Pasi ta keni vendosur mbi fytyrë, lëreni të thahet për 30 minuta dhe mund të shtriheni. Këtë trajtim bëheni 5 ditë në javë dhe 2 ditë pushim në mënyrë që fytyra juaj të ketë kohë të rigjenerohet. Ndërkohë, uthulla e mollës, siç e përmendëm, mundet që të përdoret si një toner natyral për lëkurën tonë duke parandaluar probleme të tilla si ekzema, pika të zeza, puçra, të cilat janë një shqetësim madhor për shumicën e personave. Acidet alfa hidroksi që ekzistojnë natyrshëm në uthullën e mollës mund të ndihmojnë në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës. Me kalimin e kohës, përdorimi i rregullt mund të ndihmojë në reduktimin e shenjave të moshës në lëkurë. Aplikimi. Aplikojeni atë direkt tek shenjat. Përdorni një pambuk për të fshirë zonën e prekur të lëkurës. Lëreni për plot 30 minuta dhe përsëriteni atë 2 herë në ditë deri në 6 javë për rezultate më të mira. Puçrat në fytyrë. Acidi malik i gjendur në të e bën atë një pastrues shumë të mirë, jo vetëm që natyrisht të zbut lëkurën, por gjithashtu funksionon si një agent pastrues antibakterial. Përdorni një sasi të vogël të uthullës si një toner. Krijimi i një përzierje nuk është i nevojshëm, megjithatë duhet të pastroheni me ujë. Djegjen nga dielli. Djegjet nga dielli mund të shkaktojnë kruajtje duke e bërë një proces të parahatshëm dhe të ngadaltë shërimin. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në këtë proces. Miksoni pjesë të barabarta të uthullës dhe të ujit të ftohtë. Aplikojeni direkt në lëkurë duke fërkuar butësisht zonën e djegur. Përsëriteni disa herë në ditë sipas nevojës për qetësim. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.